Viti i ri shkollor do të nisë të hënën e 2 të shtatorit, më 8 shtator, ndërkohë që do të përfundojë më 12 qershor 2026. Ministria e Arsimit ka përcaktuar udhëzimin për strukturën e vitit të ri arsimor, i cili përfshin të gjitha shkollat, ato nëntëvjeçare, arsimin e mesëm dhe atë profesional. Ministria ka miratuar edhe pushimet e dimrit, të cilat për të gjithë arsimin para universitar nisi më 22 dhjetor, ndërsa rikthimi në shkollë bëhet pas festave të fundvitit më 5 janar 2026. Po ashtu në këtë udhëzim janë përcaktuar edhe pushimet në mbyllje të semestrit të dytë për shkollat e arsimit nëntëvjeçar, të cilat do të fillojnë më 30 mars dhe përfundojnë më 30 prill 2026. Mbarimi i shkollës me përjashtim të maturantëve që e mbyllin vitin shkollor më 15 maj 2026 për të gjithë nxënësit e tjerë, mësimi do të mbaroj më 12 qershor 2026. Në udhëzim për strukturën e vitit të ri arsimor është përcaktuar se provimet kombëtare të arsimit bazë, por edhe provimet e maturës shtetërore do të zhvillohen brenda muajit qershor. Ajo që është e sigurt për vitin e ri shkollor është se numri i nxënësve do të jetë në ulje, pasi nga viti në vit për shkak të uljes së lindshmërisë, por edhe për shkak të emigracionit të familjeve, në një vit arsimor regjistrohen mbi 10.000 nxënës më pak. Për vitin shkollor 2024-2025 u regjistruan 12.363 nxënës më pak në shkolla në të gjithë Shqipërinë, krahasuar me vitin paraardhës. Një tjetër sfidë është edhe siguria në shkolla, për të cilat prindrit shpeshherë kanë kërkuar shtimin e numrit të oficerëve të sigurisë dhe psikologëve në shkollë.